U aksidentua disa ditë më parë, ndron jetë 43 vjeçari në spital. Një tragjedi ka ndodhur në aksin rrugor Peqin Elbasan, ku një aksident i rënd i mori jetën 43 vjeçarit Marenglen Taslani. Ngjarja ndodhi 4 ditë më parë, kur makina me cilën po udhëtonin u përplas me një tjetër mjet, duke plagosur rënd edhe një vajzë 26 vjeçare, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Aslani, i njohur mes miqve si Mario, u transportua drejt spitalit të traumës në Tiranë, por pas disa ditësh në gjendje kritike, zemra e tij ndali duke i marrë jetën në moshë ende të re. Ngjarja ka tronditur shokët dhe familjarët që e përshkruanin atë si një njerëz të dashur dhe energjik.